Është konfirmuar rasti i parë i mortajës së ruminanteve të vegjël në Shqipëri. Rasti është identifikuar në një fermë të mbashtimit të caprinëve dhe në njësinë administrative Postrip Qarku Shkodër. Mostrat e marrë në terren nga shërbimi veterinar janë analizuar nga laboratori referencë i Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili ka konfirmuar praninë e virusit PPR. Pas konfirmimit të rastit, janë ndërmarrë menjëherë të gjitha masat e parashikuar në legjislacionin përkatës dhe në planin kombëtar të kontingjencës për PPR, me qëllim kontrollin, izolimin dhe menaxhimin efektiv të situatës në terren. U bë thirrje të gjithë fermerëve dhe mbashtuesve të kafshëve të imta deri edhe që të zbatojnë masat parandaluese të kufizojnë lëvizjen e kafshëve brenda fermave. Në çdo rast të shfaqjes së simptomeve të dyshimta, si temperaturë e lartë, rrjedhje nazale, inflamacion i syve, ulje oreksi, diarre apo ngordhje papritur, duhet njoftohet me një shërbim veterinar rajonal përkatës ose të kontaktohet numri gjelbër falas 0833 66. Ndërkohë theksohet se mortaja e ruminanteve të vegjël nuk është sëmundje zoonotike, pra nuk transmetohet tek njerëzit dhe nuk paraqet asnjë rrezik për shëndetin publik. Autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në bashkëpunim me strukturat përkatëse do të vijojë ndjekjen e situatës me seriozitet dhe do informojë publikun në mënyrë të vazhdueshme për çdo zhvillim, bëhet më dje në njoftim.